aktivitetet terapeutike dhe rehabilituese brenda institucioneve psikiatrike, siç janë komunitetet e rehabilitimit psikoterapeutik, SRP, komunitetet e mbrojtura dhe qendrat ditore, SAD, nuk janë thjesht argëtime profesionale. Ato shërbejnë si shtyllat themelore të një plani terapeutik të individualizuar, PTI, që synon rivendosjen e autonomisë personale, rindërtimin e rrjeteve sociale dhe arritjen e mirëqenies më të mirë të mundshme psikofizike për përdoruesin e shërbimit. Qendi i poezisë. Qielli shpaloset në një frymë vjollce ndërsa nata dembel largohet. Rrezja e parë e dritës puth kupën, një aromë e pasur nga një burim i errët dhe i thellë. Ekziston një ngrohtësi që zgjon shisat, shija e guximshme e tokës së gjallë, thelbi i errët që premton forcë ndërsa mendja nxit jetën. Megjithatë, një gjurmë delikate mbetet në fund, aroma e hidhur e gjërave të kaluara, ëndrat e humbura në agim dhe orët e kaluara shumë shpejt. Kështu, drita jep verdiktin e saj ndërsa jeta rifillon lojën e saj. Dita ofron ëmbëlsinë e shtegut, por mban hijen e një zjarri të hidhur. Episodi 10 i historisë The Specials nga Carlo Bianchi Orbis. 10:00 am, gjimnastik dhe vallëzim në palestër. 11:00 am, stimulim njohës. 3:00 pm, seancë psikoedukative. Shiriti i gjelbër i kokës dhe syzet qëndronin në komodinën pranë shtratit. Në fund të ditës, pak para se të flinte, William buzëqeshi me kënaqësi, duke menduar se si Mattia, Santiago, Elisa dhe, sigurisht, Miriam kishin marrë pjesë në ato 3 aktivitete së bashku me të. Gjithçka ishte një shenjë e mirë për takimin e planifikuar për natën tjetër, në dritën e dytë të hënës. Ëndrat e tij profetike kishin konfirmuar se Mattia do të shfaqej patjetër në orën 3:15 të mëngjesit në dhomën e terapisë me drill. Z. White e kishte bindur. Ai e kishte kapërcyer ngurrimin e William duke i hyrë në mendje. Megjithatë, William ishte i shqetësuar nga një gjë, ai e dinte prej kohësh ekzistencën e Z. White, por nuk kishte idenë se si dukej ai. Mattia me fat që pati mundësinë ta shihte personalisht në ëndër, mendoi djali. Ai e kishte ëndërruar shefin e madh shumë herë pa ia parë kur fytyrën dhe nuk e mësoi kur se çfarë planesh kishin në plan ata, për ekipin që ishte i destinuar të formohej. Williami lëshoi një pëshertim të gjatë dhe ra në gjumë. Të nesërmen, të 5 të rinj ishin të pranishëm për aktivitetet e planifikuara. 10:00 am, blerje ushimesh. 11:00 am, pjekje ëmbëlsirash. 3:00 pm, gjimnastik dhe yoga në palestër. Kishte një raport pothuajse mbinatyror midis tyre, një raport që as pacientët e tjerë dhe as stafi mjekësor dhe infermieror nuk e dinin. Nga shikimet e njëri tjetrit, secili ndjeu një pritje të prekshme dhe të etur për takimin e tyre në dhomën e terapisë me drill. Pastaj erdhi nata. Nata e takimit me shefin e madh, Z. White. E shtrirë në shtrat, Miriam mendoi intensivisht për vajzën e saj Alice dhe një lot i rodhi në faqe. Ajo pendoi që kishte qenë e dobët dhe kishte rënë prej e depresionit. Këto ishin momentet e saj të rralla të qartësisë, momentet të perceptimit të realitetit, por të ngjyrosura me trishtim. Para se të zhytej në një gjumë të trishtuar, ajo murmëriti fjalët e fundit delirante të ditës. Santiago i kishte larë dhëmbët 3 herë para se të shkonte në shtrat. Ishte detyrimi i tij të çlironte gojen nga shija e mbetur e ekstazës dhe uiskit, një paranojë që e kishte përndjekur që nga një natë e ndyrë me teprime në një klub nate të mirë në Rimini. Përpara se të flinte, Elisa mendoi intensivisht për Mattian, e pushtuar nga dëshira erotike, ajo kaloi dorën mbi zonën e saj pubike, duke lëshuar rënkime të buta kënaqësie. Para se të shkonte në shtrat dhe të flinte, Williami i lau këpucët e tij ngjyrë mishi deri në gjumin, duke reflektuar me gëzim se prej disa ditësh kishte qenë i lirë nga prania shtypse e nënës së tij dhe mund t'i vishte kurdo që të donte. Më në fund, Mattia mbylli sytë dhe ra në gjumë, ndërsa vargjet e para të një këngë të re i luanin në mendje. Ndriço një buzëqeshje dhe bota të hapet dhe mos u përmbaj kurrë. 3:12 e mëngjesit. Nata e hënës së dytë të plotë. Mattia, Elisa, Santiago, Miriam dhe Williami u zgjuan të gjithë në të njëjtin moment, secili me ndjesinë e veçantë se kishin fjetur gjithë ditën e kaluar, pasi kishin fjetur për 24 orë rresht. Ishte ora 3:15 e mëngjesit. 5 të rinjt ishin ulur të shpërndarë nëpër dhomën e terapisë me drill.
llambat e murit ishin fikur, kështu që dhoma ndriçoi nga një dritë e butë në qendër të tavanit. Pa pritmas, drita u shua dhe një figurë hyri nga dera. Fytyra e tij u errësua nga shkëlqimi intensiv që vinte nga korridori. Ishte Z. White. Një llamb muri u ndes duke ndriçuar shefin e madh dhe duke zbuluar një fytyrë njerëzore për ata në dhomë. Vetëm Mattia i njohu tiparet e burrit nga një ëndër që kishte parë dikur, një fytyrë e ruar pastër dhe e qeshur. Buzë të holla dhe vetulla të trasha e të errëta. Ai mbante syze me lente me nuancë të kaltër që përputheshin me shallin e vogël të bardhë me pika rreth qafës. Ai ishte veshur me një këmishë të bardhë me mëngët e mbledhura deri në mes të parakrave. Mattia vuri re, megjithatë se në këtë rast ai nuk dukej si shkencëtar, por më tepër si një mësues miqësor i shkollës fillore. Ai gjithashtu dukej më i ri se në ëndrrën e saj, të paktën 10 vjet, dukej rreth të 30-tave. Në të vërtetë, flokët e tij nuk ishin thinjur, por të errët, një ngjyrë kafe e thellë. Burri mbështeti shpinën pas murit dhe kryqëzoi krahët. Ai u buzëqeshi të rinjve që ishin ulur duke e parë. Në dritën e zbeth, shprehjet e tyre ndryshuan nga të vëmendshme dhe shqyrtuese në të habitura në momentin që dëgjuan zërin e Z. White dhe kuptuan se buzët e tij nuk po lëviznin. Ai po komunikonte me ta në mënyrë telepatike.